Ndriqimi publik në rrugën Bardhyl Qaushi është rregulluar dje pas raportimeve të televizionit Syri. Qytetarët dhe banorët e kësaj zone kishin dërguar video ku shihej se një pjesë e ndriqimit publik nuk funksiononte, ndërsa disa prej tyre ishin prononcuar edhe para kamerës. Lidhur me këtë çështje, ka reaguar drejtori i shërbimeve publike në komunën e Gjakovës Jon Bytyqi, i cili i bëri të ditur se ekipet dje kanë dalë në teren dhe kanë sanuar problemin. Sipas tij, komuna Gjakovës, përkatësisht drejtoria për shërbime publike, është vazhdimisht e angazhuar për mirëmbajtjen e ndriqimit publik në të gjitha lokalitetet e komunës. Drejtori Bytyqi tha se menjëherë pas pranimit të informacionit lidhur me nevojën për sanimin e rrjetit në disa prej shtyllave të ndriqimit publik në rrugën Bardhyl Qaushi, kemi intervenuar përmes ekipës së operatorit ekonomik përgjegjës për mirëmbajtjen e ndriqimit publik në komunën e Gjakovës. Nga ana tyre na është komunikuar se tashmë janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe ndriqimi publik në këtë rrugë po funksionon në kushte normale, shtoi Bytyqi. Banorët u shprehën mirënjohës për këtë reagim të shpejtë nga institucioni përgjegjës, Drejtoria për Shërbime Publike.